Pas ditëve të tëra me reshje intensive dhe daljes së lumit Seman nga shtrati, situata në disa zona të bashkisë Dimal ka nisur të përmirësohet pjesërisht. Pamjet e fundit nga tereni tregojnë tërheqjen e ujrave në shtratin e lumit, por jo edhe nga parcelat bujqësore dhe serat, ku mungesa e funksionimit të kanaleve kulluese vijon të mbajë të përmbytura sipërfaqe të mëdha toke. Rreth 80 hektar tokë në fshatrat Çiflik, Arës, Goriçan dhe zona të tjera mbeten të dëmtuara me prodhime të shkatruara dhe banesa të prekura nga përmbytjet. Përgjegjësia për këtë situatë rëndon mbi strukturat vendore që kanë dështuar në mirëmbajtjen dhe pastrimin në kohë të rrjetit të kanaleve kulluese dhe përcjellse. Televizioni Apollon ka sill vazhdimisht kronika që denoncojnë punën e dobët të autoriteteve, veçanërisht në Bashkinë Dimal dhe drejtuesve të njësive administrative si Ura Vajgurore, Poshnjë dhe Kutalli, të cilët kanë mjaftuar me postime në rrjetet sociale në vend të ndërhyrjeve konkrete.